Si përjetoni identitetin tuaj shqiptar në Maltëzi dhe çfarë lidhje jeni sot me Shqipërinë si atdhe apo atdheu juaj kombëtar? Këtë të shtunë, emisioni Personazhe në Fokus udhëtoi drejt komunës Tuz në Maltëzi, në fshatin Dinosh. Personazhi i radhës është shqiptari Mirsad Lulani, punonjë sigurie në doganën malazeze, i cili do të jetë i ftuar në episodin e mbrëmjes. Gjatë intervistët, Mirsad rretheu jetën e tij bardhëzi, përvojën e bashkëjetesës mes 4 etnive, sfidat dhe studimet në gjuhën malazeze, si dhe eksperiencën në profesionin e sigurimit. Ai foli dhe për mikpritjen, historinë e shqiptarëve në Maltëzi dhe të drejtat e barabarta me qytetarët e tjerë. Përballë pyetjeve të gazetarit Ndriçim Gjoshi, ndërsa operatori Besar Lulana i siguroi pamjet e realizuara me kujdes, Mirsad rësolli rrëfimin e tij në mënyrë të gjallë dhe të këndshme, duke ndarë përvojat personale dhe dashurinë për Shqipërinë dhe komunitetin shqiptar. Ky episod, i cili transmetohet këtë të shtunë në orën 21, e sjell për herë të parë një personazh nga Mali i Zi dhe rrit interesin për historitë e shqiptarëve jashtë kufive. Mos e humbisni këtë episod të veçantë, ku rrëfimi i Mirsadit flet për përkushtimin, identitetin dhe dashurinë për të parin vend dhe bashkëkombësit. Ne jetojmë në Maltëzi, por nëna jonë është Shqipëri. Ne e përjetojmë si shtetin am Shqipërinë dhe kështu do të përcjellim edhe brezave të rinj. Duke thënë që identiteti jon është shqiptar. Normal. Kjo